Më 28 maj 2025, referuar një informacioni nga burime brenda BKH-s, pamfleti raportoi për nisjen e një hetimi në arkivën e shtetit, të urdhëruar nga drejtuesi i SPAK, mbështetur në denoncime, kallëzime dhe informacione të dërguara nga Antikrimi Ekonomik e SHISH për manipulime dokumentesh në arkivin e shtetit. Objekt hetimi, masakra në regjistrat e arkivës dhe falsifikatorët e përfituesit. Bëhet fjalë për toka e troje me sipërfaqe të mëdha në zonat bregdetare, brenda e në periferi të qyteteve Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Lezhë, Shkodër, Elbasan, Korçë, Pogradec, Fier e të tjerë, të cilave u janë falsifikuar dhe zhdukur të dhëna dhe fashikuj, e janë zëvendësuar me të dhëna false. Kur nisi hetimi mbi bazë dokumentash të grumbulluara paraprakisht nga denoncues e kallëzues, ishin konstatuar 837 pasuritë me të dhëna të falsifikuara në regjistrat e arkivës së shtetit, nëpërmjet të cilave janë grabitur toka shtetërore e private në zonë më të lakmuara bregdetare e urbane. Hetimi nga BKH do të vërtetonte se cilët ishin përfituesit e paligjshëm të pasurive të grabitura me letra false dhe cilët shefa nënpunës e specialistë të arkivës së shtetit i kishin zëvendësuar dokumentet origjinale me dokumentet të falsifikuara. Por në mesin e muajit shtator 2025, vetëm 2 javë pas largimit nga detyrat të drejtores së BKH, Aida Hajnaj, SPAK urdhëroi drejtuesin në detyrë të BKH-s, Joni Keta, të ndërpriste hetimin në arkivën qendrore të shtetit dhe të asgjësonte materialet e grumbulluara gjatë 5 muajve hetim. Pse dhe për çfarë u anulua hetimi i BKH-s për falsifikimet në arkivën e shtetit? Një nga rastet në hetimi ishte dosja Koleka e familjarëve të Edi Ramës, dyshuar për përfitime të 22.4 hektarëve tokë në fshatin Vunot të Himarës, dhënë me dokumenta false nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, referuar një dokumenti të sajuar si autentik, të lëshuar nga arkiva e shtetit. Gjatë hetimit, BKH do të jepte përgjigje këtyre dyshimeve. A ishin dokumentet e dosjes Koleka reale apo të prodhuara post factum? Pse dokumentet që dorëzuan Kolekët e Bablokut u njohën menjëherë nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, me vendim kthimi e regjistrimit të përshpejtuar në kadastër? Përse në arkivën e shtetit nuk ka gjurmë historike autentike për fisin Koleka si pronar të 22.4 hektarëve tokë në Vunot të Himarës? Përse arkiva nuk e dha dokumentin arkivor të pronësisë së fisit Koleka? Palëve të interesuara që kishin bërë ankesa e kishin nisur procese gjyqësore për t'i bërë ekspertim ligjor? A ka lidhje anulimi i hetimit mes të tjera shëndër kryesorët me dosjen pronësore Koleka? Dyshimin mbi drejtorin Ardit Bido, Babloku e bëri deputet pas nisjes së hetimit. Dyshimin e përforcon fakti që drejtori i arkivës së shtetit Ardit Bido ishte subjekti kryesor në dosjen hetimore si personi përgjegjës për falsifikimet e dokumenteve të shumë pronave, ndërsa vetëm një muaj pas nisjes së hetimit paraprak, Edi Rama e futi në listën e kandidatëve për deputet. Vetë Ardit Bido u mundua të hiqte përgjegjësinë nga vetja, duke deklaruar se dokumentet për tokat e fisit Koleka janë futur në vitin 2001 në arkiv me urdhër të Ilir Metës, por tashmë hetimi për deputetin e Bablokut është anuluar.